A dëshiron me u shëru? E pyet Krishti të paralizumin. E faktikisht ai përgjigjet, po, por nuk kam dikën që më shtrin dorën edhe me hedh të pishina, me çon të kuji. Atëherë Krishti thot, qohu, ec, merre shtrojen tënde. Paraliza ma e keqe, ma të mërshme është pikrisht ajo e të ndimonit braktisun, mungesa e një doret që nuk shtrihet, mungesa e një afërsijet, dikush që nuk të ndimon, dikush që të len në balt, edhe nuk i bjen nërmend kujt për ty. Krishti është aty, sepse i bjen nërmend për atë person. Krishti është aty e i shtrin dorën e ati guximit për muqua me ec, me te kalu paralizën, që të rrethon edhe të myll. A dëshiron me u shëru? Cila është paraliza jote për cilës vuan? Cila gjatë të mund të ndrydhun e çkatrum?